E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tyron Alilin, mirëmbrëma të gjithëve fillimisht. Uroj që të keni një natë të bukur dhe një natë pozitive. Sonte do të vi pranë jush me një histori që unë të them të drejtën kanë folur shumë rreth këtyre ngjarjeve, kanë folur shumë rreth këtyre situatave dhe mesazhi im ka qenë ky që nëna është gjëja e shenjtë në këtë botë dhe nëse ti nuk e respekton, nëse ti nuk e don, nëse ti nuk e nderon nënën tënde, atë që të rriti kur ti ishe i vogël, atë që të dha gjithçka kur ti ishe i vogël, atë që të qëndroi pranë kur ti nuk mundeshe të hecësh etj, do me thënë, nëna është dhurata më e bukur që Zoti e ka sjellë në këtë univers, apo më thjesht për ta kuptuar, do me thënë ja ka dhënë të gjitha të fuqinë që nëna të jetë zëvendësimi ti në këtë botë. Dhe nënën duhet ta respektoni aq shumë sa që nëna është mrekullia e jetës. Dhe rrëfimi që unë kam në duar, do me thënë kjo letër e bardhë, e shkruar në mënyrë të detajuar, bën fjalë për një djalë i cili sot është i penduar që ka shkatruar marrëdhënien me nënën. Ore unë nuk e kuptoj para se të filloj këtë rrëfimin. Si mundet, do me thënë, të vjen një nuse në shtëpi dhe të thotë që kjo nëna jote nuk bën, kjo nëna jote nuk është për mua. Fal, po ajo është nëna jote, është nëna që të ka rritur, si nuk bëka. E ke me patjetër ta respektosh, e ke me patjetër, sepse deri dia ajo ka bërë për ty ka qenë okay, po në momentin që erdhi nusja jote nuk bën, dhe ky është rrëfimi që unë do të ndaj me ju. Nuk ka ditë që zgjohem pa e parë fytyrën e nënës sime para syve. Edhe pse ajo nuk është, më thot, hija e saj më ndjek kudo. Më ndjek në heshtje, në netët pa gjumë, në momentet kur mendoj se kam harruar, por nuk harrohet ajo që të ka dhënë jetën. Nuk harrohet në asnjë mënyrë. Unë jam djali që e la nënën vetëm. Jam ai që iku pas gruas dhe harroi nënën që e rriti me shumë shpirt. Nëna ime në thelb ishte një grua e thjeshtë, thot. Nuk dinte fjalë të bukura, nuk dinte të shprehën dashurinë me përqafime shumë të mëdha, por çdo veprim i saj ishte një sakrificë. Baba im vdiq herët dhe qatë ditë ajo u plak para kohe. U bë edhe nën, edhe baba, edhe mburoj, edhe buk. Më kujtohet si sot duart e saj gjithmonë të çara. Shamia e zezë në kokë dhe sytë që më shikonin sikur unë në thelb isha e gjithë bota e saj. Kur isha fëmijë, flija mbi kraharorin e nënës dhe dëgjoja zemrën që në fakt i rikte forti me mës. Atëherë nuk e dija se një ditë do ta lija të rrihte vetëm. U rita, u bëra burr, u dashurova dhe gabova. Gruaja që unë e mora nuk e donte nënën time. Nuk e duronte shtëpinë e vjetër, nuk e duronte erën e varfërisë, nuk e duronte dot në fakt praninë e saj. Më thoshte se nëna po na pengonte jetën, se ishte barë, se duhej të jetonin vetëm. Dhe unë nuk fola. Unë heshta dhe heshtja ime në këtë mes ishte tradhëti. Kur u largova nga shtëpia e nënës, ajo nuk më ndaloi. Nuk qau para meje, vetëm më pa me ata sy që më kishin parë gjithë jetën edhe më tha. Birë, tha. Shko, Zoti të udhëheqtë. Nuk e përqafova si që duhej,
nuk u ktheva të shihja pas. Mendova se do të kisha kohën. Mendova se nënat janë të përjetshme. Por jo, vitet kaluan, telefonatat u ralluan, vizitat u zhdukën. Kur më thoshin se nëna nuk ishte mirë, unë justifikohesha, punë, jetë, probleme, e shtyja, gjithmonë e shtyja. Ajo u sëmu rënd, e mora vesh, por prap nuk shkova. Gruaja ime nuk donte dhe unë zgjodha prap të njëjtin gabim. Dita që mora lajmin e vdekjes së saj, më ndau jetën në dysh. Më ra telefonin nga dora. Gjunjët nuk më mbajtën dhe unë për herë të parë e kuptova çfarë do të thotë një humbje e vërtetë. Kur u ktheva në shtëpinë e saj, gjithçka ishte e heshtur. Shtrati i saj bosh, rrobat e palosura, era e saj ende në ajër, ula në tokë dhe qava si fëmijë. Bërtita emrin e saj, por askush nuk më përgjigj. Aty në dhomë kuptova se kisha humbur të vetme njeri që nuk do të më kishte braktisur kurrë. Gruaja për të cilën lash nënën, sot nuk është pranë meje. U largua, kurse nëna, ajo do të më kishte pritur edhe po të kthehesha i fundit i botës. Sot jetoj me pendesë. Vizitoj një varr, flas me një gur, i kërkoj falje një zëri që në fakt nuk më dëgjon më. Lotët më bien çdo natë, por janë lotë të vonuar. Sepse kur e kupton vlerën e nënës, ndonjëherë është tepërt e vonë. Ky është rrëfimi im. Një rrëfim që nuk e kthejnë në dot as lotët e as fjalët. Vetëm një paralajmërim për ata që ende kanë nënën e tyre të gjallë. Mesazhi në këtë histori është: pa marrë parasysh, duhet ta kuptoni që ju me patjetër një ditë do të rriteni, do të dashuroheni, do të krijoni familjen tuaj. Por Zoti në këtë univers e ka dhënë jetën shkallë. Ajo nusja juaj që do të vinë në jetën tuaj, do të flasë në gjuhën popullore, jo në gjuhën gazetareske, duhet kuptoj që ajo nëna është nëna e dikujt dhe duhet kujdesur për atë nënë, sepse ajo nëna ka dhënë dikur kujdes për dikë, për atë burrin që ke marrë ti. Dhe ti sot të vish me ligjet e tua, të cilat janë ligje të pashkruara, por ti nga mënyra se ti e lasdruar dhe dëshiron të sillesh ashtu, më fal, respektoni moshën, respektoni vendin që u është caktuar nga Zoti. Nëna ka vendin e vet, gruaja ka vendin e vet. Nuk është gruaja gjithçka në botë, do të thënë, duhet të respektuar në mënyrë balancë të dyja, si nëna si gruaja. Dhe gruaja duhet kupton që familja është e shenjtë, familja është hyjnore dhe duhet respekton familjen, sepse nëse ne nuk e respektojmë, atëherë ne pse jetojmë kot?